Shqipëria po përjeton një transformim të qëndrueshëm në sektorin e turizmit, duke u shndërruar në një destinacion të kërkuar nga vizitorë nga gjithë bota përgjatë gjithë vitit, me një ofertë të pasur që përfshin peizazhet e jashtëzakonshme natyrore, trashëgimi kulturore dhe historike, gastronomi tradicionale, si dhe aktivitete të shumta sportive dhe argëtuese. Vendi ynë po forcon pozicionin e tij në hartën ndërkombëtare të turizmit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Zoti Blendi Gonxha ndau sot të dhëna inkurajuese për periudhën janar-shtator, ku rezulton se Shqipëria ka mirëpritur 10.228.686 vizitor, duke regjistruar një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Ky trend pozitiv është dëshmi e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të turizmit dhe përpjekjeve të përbashkëta për promovimin e Shqipërisë si një destinacion mikpritës, gjithvjetor dhe gjithnjë më tërheqës për turistët nga e gjithë bota, theksoi ministri Gonxha. Nga Alpet e thepisura dhe malet e bukura të veriut, deri te bregdeti i gjatë dhe i virgjër që shtrihet nga Velipoja në Ksamil, Shqipëria ofron një paketë të plot turistike për çdo lloj vizitori. Aventurierët gjejnë kënaqësi në ecje në natyrë, sporte ujore apo ngjitje në male, ndërsa ato që kërkojnë qetësi dhe relaksim përfitojnë nga plazhet e kristalta dhe fshatrat piktoreske të mbuluar me autenticitet dhe histori. Po ashtu, Shqipëria ofron një thesar të pasur të trashëgimisë kulturore dhe historike, me qytete të lashta si Berati, Gjirokastra, Butrinti apo Polonia, që janë dëshmi të civilizimeve të ndryshme që kanë lënë gjurmë ndër shekuj. Turistët shprehin gjithnjë më shumë interes për eksperiencat autentike, duke vizituar kantina vere, duke marrë pjesë në festivale lokale dhe duke shijuar gatime tradicionale që pasqyrojnë larminë rajonale të kuzhinës shqiptare. Ndërkohë, harta e vendeve nga vijnë vizitorët po zgjerohet çdo vit, fal përpjekjeve dhe diversifikimit të tregjeve turistike dhe forcimit të lidhjeve me agjensinë ndërkombëtare, linja ajrore dhe organizata të turizmit. Shqipëria po tërheq jo vetëm turist nga Europa, por gjithnjë më shumë nga SBA, Azia dhe Lindja e Mesme. Kjo rritje e qëndrueshme në turizëm ka një ndikim të rëndësishëm edhe në zhvillimin ekonomik, duke gjeneruar të ardhura, krijuar vende pune dhe inkurajuar investime në infrastrukturë dhe shërbime. Po aq i rëndësishëm është edhe ndikimi i promovimit të vlerave kombëtare dhe të trashëgimisë kulturore, duke bërë që turizmi të jetë jo vetëm një industri fitimpruese, por dhe një mjet për forcimin e identitetit të imazhit të Shqipërisë në botë. Sot turizmi shqiptar nuk është vetëm sezonal, ai është kthyer në një aktivitet gjithvjetor, duke bërë Shqipërinë një destinacion të qëndrueshëm dhe të dëshiruar për çdo stin të vitit. Ky transformim është rezultati i një vizioni afatgjat i mbështetur nga bashkëpunimi mes institucioneve, sektorit privat dhe komuniteteve vendase, të cilat po punojnë së bashku për të ndërtuar një turizëm cilësor dhe të qëndrueshëm për të ardhmen.